Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës ministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj Njerazi, një nga liderit e Vlene, komentoi si reagim ndaj tradhtisë rezultatin e aleancës për shqiptarët në zgjedhjet vendore. Në një postim në rrjetet sociale, Fetaj akuzoi Arben Taravare dhe Ziadin Selen për tradhtar ndaj strukturës partisë dhe përpasoi zgjedhësit i ndëshkuar me votë. Fetaj kërkoi dorëheqjen e Taravarit pasi në 6 komuna nuk pati asnjë fitore. Të panevojshme ka komentuar Vjosa Osmani kërkesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese për pezullimin e punës së kuvendit. Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat siç e dini e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues. Pas interesimit të gazetarëve, presidenti Osmani tha se vonesa e krijuar nga lista serbe po dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe serbët. Tash pasi që kuvendi është konstituar në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Krijimi i qeverisë pastaj mbaret tërësisht nga koalicionet mes partive politike dhe aty si presidente unë nuk mund të ndërhyj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një partner të pazëvendësueshëm të Shqipërisë dhe një pikë referimi e vlerësoi kryeministri Edi Rama punën e Komisionit të Venecias. Në konferencën e 30 Partneritet dhe Progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, të organizuar në Tiranë me përfaqësues nga ky institucion, Edi Rama tha se komisioni ndihmon për të kuptuar sa më mirë se çfarë duhet të bëjmë më mirë në të gjitha momentet ku do të kemi dilemat e pandalshme nga proceset e reformave dhe të ndryshimeve. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj kërkoi që Komisioni i Venecias të mos përdoret si mjet për të kontestuar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë përfundimtare. E pranishme në takim, Zaçaj nënvizoi se kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendim të dhënë. Procesi konsultativ me Komisionin e Venecias nuk mund të përdoret për të shmangur ose relativizuar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë përfundimtare, detyruese dhe nuk mund të vijë në diskutim nga asnjë organ i pushtetit dhe as nga vetë ajo. Kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendimarrje të dhënë. Kjo është thelbësore për të ruajtur autoritetin institucional të gjykatës dhe për të respektuar ndarjen e pushteteve. Ishte Olta Zaçaj. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Besford Llama shpreu shqetësimin për paraburgimin e të zgjatur të personave në gjykim. Sipas tij, rreth 60% e personave që janë në burgje janë në pritje të vendimit gjyqësor. Ai ngriti si shqetësim dhe faktin se ndërmjetësimi nuk përdoret si mekanizëm për të zgjidhur çështje të caktuara si ato civile. Sipas ministrit të Drejtësisë, vitin e kaluar në rang vendi, vetëm një gjykat ka referuar qytetarët për të zgjidhur mosmarrëveshjet drejt mekanizmit të ndërmjetësimit. Sipas tij, ky mekanizëm ka rezultuar i suksesshëm në rreth 90% të rasteve. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi pretendimet e Washington Post se presidenti rus Vladimir Putin i ka kërkuar Kievit që të hiqë dorë nga kontrolli plot i Donjeckut, një rajon strategjikisht i rëndësishëm në lindjet e vendit. 78% e territorit është tashmë e pushtuar nga Rusia. Ata mund të negociojnë diçka më vonë, shtoi presidenti në lidhje me Donjeckun. Teksa Rusia vijon me sulme me dron në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se vendi i tij ka nevojë për 25 sisteme të tjera kundërajrore Patriot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm disa ditë pas vizitës së tij në Washington. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.